Sokol Sadushi vuri një bas të madh me veten. Një gjyqtar me profil administrativ, ai në cilësinë e kryetarit të gjykatës së lartë, vendosi të thras kolegjet e bashkuara për të ndryshuar një vendim unifikues penal të miratuar në vitin 2011. I bindur se me pushtetin e titullarit ai do të binte kolegët e tij që të bënin disa ndryshime kirurgjikale në praktikën e caktimit të masave të sigurimit të arrest me burg, Sadushi kishte një synim kryesor të krijonte kushte për lirimin nga paraburgimi të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, por ajo që prodhoi kjo nismë pazakon e Sokolit Sadushit nuk duket se janë efektet e pritura prej tij, dhe aq më shumë ato që priste njeriu që rri me shpresën e lirimit nga qelitë e paraburgimit të Durrësit. Synimi i Sadushit ishte i qartë, të kryeshin premisat që masat e rënda të sigurimit të Erion Veliaj dhe të singjashmërive të tij të riktheheshin për shqyrtim në një optikë të re ku gjyqësori do të tregojë më i butë ndaj tyre. Kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë në kundërshtim me pritshmëritë e Sadushit dhe Veliajt bëjnë disa modifikime, të cilat në thelb nuk ndryshojnë thuajse asgjë. Në 4 maj 2026, e gjithë trupa e gjyqtarëve të lartë vendosën që të orientojnë kolegët e tyre të shkallëve më të ulta që në rastet kur të aplikojnë masën ekstreme të arrestit me burg, të sqarojnë me detaje dhe se përse nuk mund të aplikojnë masat më të lehta të sigurimit. Më parë në një vendim unifikues të 2011-s, kolegjet e bashkuara kishin vendosur që gjyqtarët e shkallës së parë dhe ato të apelit argumentonin në mënyrë shtruese se përse një individ duhet të qëndronte në paraburgim. Pra ndryshimi vetëm për sa mund të quhet i tillë është që tashmë gjyqtarët do të duhet të zgjasin më shumë tekstet e vendimeve të tyre kur binden që të saktojnë masën e arrestit me burg për personat e dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në thelb Erion Veliaj nuk duket se shen një ditë shprese për të liruar herët. Jo vetëm kaq, por vendimi i zbardhur i kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë ka disa elementë të cilët të dëshmojnë se qëllimi i hapur i Sadushit për të lehtësuar pozitën e kryebashkiakut të Tiranës është refuzuar nga një pjesë e konsiderueshme e kolegëve të tij.